Fshati Lubonj, në njësinë administrative të Vithkuqit në Korçë, është një nga zonat që u prek nga përmbytjet në juglindje të vendit. Argjinatura prej betoni e lumit u shëmb, duke bërë që uji të përhapej në fshat duke rrezikuar jetën e banorëve. Investimin për betonizimin e shtretit të lumit kishte përfunduar më pak se një muaj më parë, por u shkatrua që me rreshjet e para. Banorët kanë qenë kundër projektit që nga fillimi, ndërkohë që theksojnë se shkak i shëmbjes së argjinaturës ishte cilësia e dobët e punimeve. Ka ndodhur një përmbytje. Kjo ka ardhur si shkak. E një firme që ka mbaruar para 20 ditësh ka mbaruar punimet e një lumi, nuk ka bërë punë me cilësi. Nuk ka patur as kontroll, as një gjë. Dhe me është prishur komplet lumi, rrezikohen rruga kryesore e fshatit që është lidhë të dyja lagjit, rrezikohet planimetria që është bërë e lumit ai s'është as lumas, nuk e di unë se cili inxhinier ka bërë atë. Pa inxhinier. Në ky projekt është fare jashtë standardit. Një muaj kanë mbaruar punimet dhe me prurjet e para të lumit, ajo e shkatëroi të gjithë investimin. Ajo ka çarë gjithë argjinaturën me kaçar, poshtë dhe anash, dhe me ardhen e prurjet tjerë, ajo ka mundësi të mbyt banesat. Të bjerë fshati përmes të bërë shkatërimet të tjera. Ne kishim shumë më mirë me mbrojtje natyrale që ishte me plepa me shelje, se sa kështu. Nuk ishte përmbytje. Ata e shkatëruan gjithë bazamentin e lumit dhe në përfundim pasaj nuk fiton asgjë. Të rujrat e maleve janë mbledhur në një vend. Një. U punua me lumin, nuk u bë cilësi siç duhet. Lumi është bërë me cilësi të dobët, pa lidhje, pa gjë, pa mbushje matane më këtan, me 10 pont çimento, këteja dhe ande matan. Fshati Lubonj ka rreth 75 familje, të cilët kërkojnë një rishikim urgjent të projektit për të shmangur dëmet mëdha në të ardhmen.